Edhe kam arrit vetëm 3 ditë me mbajtë, me tha 24, 25, 26 mars. A thua çdo të ngjet me mua dhe me ty alb. Ditari është i dedikuar vajzës, ditari i albës time, në atë kohë do të vajza ka qenë foshnje 9 muajshe. Kur ke fillu me shkrujt ditarin? Ditarin kam fillu me shkrujt fillimisht me datën 24. Do të qenë nga mëngjesin e ditës së nesërme pas bombardimeve të NATO-s. Edhe kam arrit vetëm 3 ditë me mbajtë, me tha 24, 25, 26 mars. Ma tutje nuk kam qenë në gjendje emocionale si duket edhe nuk e di pse nuk e kam vazhdu. Po e marrë këtu një pjesë të fillimit. Situata ishte e rëndë. Pakti NATO mbrëm solli vendimin se do të sulmoj. A thua çdo të ngjet me mua dhe me ty alb. Ti ishe mësuar me një kujdes të veçantë e unë s'di as si të bëj me ty. Ushqimin dhe ca barëra ti kisha siguruar më herët, por si do të kalonim në këtë gjendje, unë nuk e di. Në mbrëmje, rreth orës 19, unë dal rryma. Për të parën herë, mbi qiell fluturuan aeroplanet e NATO-s. Ata fuqimisht goditën dhe bombarduan caqet e ushtrisë serbe. Zemra ime filloi të rrah fuqishëm, të shikoj aty dhe e përcjellja vetën, pa ditur se ç'po ngjet me ne. Lutjet e mia ishin aq të fuqishme drejtuar Zotit, po në të njëjtën kohë po dëgjoja edhe zërin e babait tënd që do të thoshte gjithmonë, më dhimbeni ju, dhe mendoj se doja dalim. Më herët kisha përgatitur veshmbathjen tënde. Zëri i babit tim erdhi fuqishëm dhe më tha: "Merre albën, përgatit gjërat e tua dhe eja mbas meje." To ofrova në përqafimin tim të ndjeja frymën tënde të ngushtë. Mendoja çka pas kësaj, na drejtuan në podrumin e fqiut. Dëgjoheshin detonime të rrepta. Errësira e asaj nate ishte mjaft e madhe. Pasiguria dhe detonimet ishin këto që tronditën zemrën time. U strehuam në podrumin e fqiut me një numër të madh, fëmijë gjithandej, mes nesh, gra dhe të moshuara. Më të vegjelit ndërta ishe ti, Loriku, Jona, Learti dhe fëmijë të tjerë. Unë të mbaja fuqishëm në prehër, të shikoja me sy të përlotur dhe në një atmosferë e rëndë. Detonimet ishin të një pas njëshme, të forta, aq sa e thyen edhe zemrën dhe mendimin tim. Koha po kalonte, errësira vërehej gjithandej. Vetëm një shkëndi e një qiriu dikun në një fund të podrumit. Dikur vonë me mundësi të rënda materiale të përgatita për fjetje. Vështrimi yt më këpuste shpirtin. Të ofrova në krahërorin tim, gjithsesht në gjirin tim, fillove thithjen e unë të përgdhelja flokët, pa asnjë fjalë mes nesh nuk mundemi. Ishim në mëshirën e fatit e nuk doja të jepja ndonjë fjalë, sepse nuk dihej ç'do të ndodhte me ne. Dikur vonë në një zë të jashtëzakonisht të ulër, të këndova 2-3 këngë, ty voglushja ime, mbylle sytë dhe fillove gjumin. Dora ime, si dhe dora e mamit tim, tundim vazhdimisht djepin për një gjumë më të rehatshëm, një gjumë që ndodhte në një luftë e rëndë e trishtuar, që kishte përfshirë po ashtu edhe muret e podrumit. Kush o Alba, cilës ja dedikon ti? Alba është vajza ime. Ditari është i dedikuar vajzës, ditari i albës time, në atë kohë do të vajza ka qenë foshnje 9 muajshe. Ditët kanë vazhdu të njëjta, do të thotë kemi qenë në një presion shumë të madh, pa ushqim, me kushte të rënda, në një tension të luftës. Jemi fshehu, do me thonë, në një farë mënyre, sidomos gra fëmijë, se prindrit, vëllezërit dhe familjarët tjerë, meshkuj, do me thonë, gjithmonë kanë qëndru në vëzhgim situatës si në lagje dhe gjithandej ka ishim. Kemi qëndru ashtu deri me datën 6 maj. Do me thonë, me 6 maj të vitit 1999, kemi marrë, do me thonë, dëbimin e fundit që ka qenë në atë kohë për qytetarëve të Prishtinës dhe ju kemi bashkangjit një udhtimi me tren. Do thonë, ka qenë dikun mëngjesi i datës 6 maj, ora 4, kur kam qenë në stacionin e trenit këtu në Fushë Kosovë, edhe me një numër të madh të dëbuarve, kam nisë rrugën për në Maqedoni. Treni ka qenë i përmbushur.
Do thotë vagonat kanë qenë të stërngarkum me njerëz të moshumë të cilët menzi kanë qëndru, me foshnjë të cilat vazhdimisht kanë qajt, me të rinj të cilët janë mundu në një farë mënyrë me qëndru, se kanë ditë se duhet t'jetë një moment që duhet të qëndrojnë të fortë edhe për të tjerët, edhe për vendin e vetë, sado që ata veç na dëbun për shtëpisë tonë. Ka qenë udhëtim dikun 2 deri në 3 orë, i ngadalshëm i trenit, derisa kemi mri në hanin e Elezit. Mbas 2-3 ore qëndrim një kohë shkurt, kemi marrë informacionin që treni nuk lejohet të kaloj kufirin, do me thënë nuk lejohet hyrja në Maqedoni. Kemi qëndru edhe pak kohë ashtu në tren, pastaj është nis kthimi jonë deri në stacionin hekurudhor këtu prap në Fushë Kosovë. Në tren, në vagonin tim kom pas kryesisht familjar. Kom pas vllazërit e mi edhe familjar të tjerë. Me qenë se fakti që nuk na lejun me hy, kanë fillu pak a shumë diskutime mes qytetarëve dhe është folë se diçka ka me ndodhur me neve se nuk është diçka në rregull. Përderisa të tjerët, të gjithë qytetarët, ditë më herët edhe deri në atë kohë, të gjithë të dëbuarit, ju është mundësu lejimi të them se ajo është veç dëbim, po kalimi në një qytet tjetër, në një shtet tjetër, për neve pse jo atëherë. Me njerë ka fillu diskutimi se diçka nuk është në rregull. Edhe? Jemi kthy, do të thotë kem fillu kthimin, edhe dikun ka ndoshta 3-4 kilometra, më duket se është një fushgrup këtu në fshatin Miradi, aty për një herë është ndalë treni. Kanë hy, do të thotë, paramilitar, militar të asaj kohe, me kërcnime, me dhunë, me maltretime, na kanë largu nga vagoni dhe ajo fushgrup, ai vend është mbush me të gjithë udhëtarët të cilët kemi qenë aty.